Miq, e di çfarë ka të veçantë shtëpia e Big Brotherit, pasi kam dal nga aty, ndryshe nga herët e tjera, nuk duhet fare të merakosem për të vendosur filtra, sidomos kur komunikojmë në Instagram. Por edhe kur dal jashtë, kur dal poshtë në market për të bler diçka, nuk do më duhet fare që të filloj të zbukurohem, të rregullohem apo enkas pra për publikun jashtë, sepse na keni parë atje në situata të ndryshme, me make-up, pa make-up, të bukur, të shëmtuar, ja kështu siç jemi. Dhe të paktën kjo është një lloj lirshmërie dhe benefiti që ta jep shtëpia e Big Brotherit. Por gjithsesi, e di çfarë doja të thoja, që më kishte marrë malli shumë për kek shtëpie. Thash mamit, sepse shijon shumë keku i saj, ka një dorë shumë të veçantë dhe në fakt ajo ishte e zë, nuk mundi dot të gatuante kekun, e kam preferuar në fakt sepse që e vogël mami më gatuante gjithmonë në fundjavë kekun dhe unë i kam qejf ëmbëlsirat, me thënë vërtetën. Por vetëm se nuk i konsumoj shumë se kam frikë se zhëndosha. Dhe sot gjithsesi e gatova vetë kekun. Por unë jam më praktike në gatim. Se si më ka dal keku, swipe në next story.